Përshëndetje, unë jam Alex dhe po dëgjoni podcastin Shine, ku përpiqem të trajtoj tema që lidhen me zhvillimin e Bashkimit Evropian me një gamë të gjerë mysafirësh interesant. Në këtë episod më shoqëron Cindy, një aktiviste e re. Do të flasim për pjesëmarrjen online ose i pjesëmarrjen dhe rëndësinë e saj si një mjet i qasshëm gjërësisht për të nxitur ndryshimin dhe për të mbrojtur parimet demokratike të BE-s. Jam shumë e lumtur që je këtu sot me mua, Cindy, dhe faleminderit që pranove. Përshëndetje Alex, jam shumë e lumtur që bashkohem me ty sot, sepse kam qenë një fan se podcastit tënd që nga dita e parë, por të lutem mos më pyet për një episod të preferuar. Oh, wow, shumë mirë, faleminderit. Po pse nuk duhet të pyes për një episod të preferuar? Sepse thjesht është shumë e vështirë të zgjedhësh vetëm një apo edhe dy, sepse të gjithë janë shumë interesante dhe meritojnë dëgjimin. Mendoj që ju po bëni një punë të shkëlqyer duke promovuar pjesëmarrjen ose siç quhet ndryshe pjesëmarrja online audiencës tuaj. Me të vërtet, si po e bëjmë këtë, përveç se podcastet shpërndahen online? Duke të padashe kam nisur temën nga që u entuziazmova paksa, po le ta fillojmë nga fillimi, sipas përkufizimit dhe po e thjeshtoj pak fjalin këtu. I pjesëmarrja është përdorimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit nga shtetet dhe organizata ndërkombëtare për të rritur transparencën dhe për të angazhuar qytetarë në një proces vendimarrës. Kjo është teoria, por si funksionon në praktik? Në praktik mund të marrë 3 forma të ndryshme. Njëra është i informimi, pra dhënia informacionit thelbësor qytetarëve për politik bërjen dhe mekanizmat institucional përmes kanaleve digjitale, në mënyrë që ata të kuptojnë faktet para se të formojnë mendimin e tyre për një çështje. Kjo është pikërisht ajo që ju po bëni me podcastin tuaj, Alex, sepse këtu ndihmoni dëgjuesit të kuptojnë funksionin e BE-s dhe u jepni atyre një uri të dobishme. Tani kuptoj, por dua që njerëzit të jenë më të vetëdijshëm për privilegjet e tyre si qytetarë të BE-s dhe për rolet që mund të luajnë në formësimin e së ardhmjes së Bashkimit Evropian. Përmendet 3 forma, cilat janë të tjerat? Po, sakt, më pëlqen që ishe shumë i vëmendshëm. Ka 3 forma, siç e përmendëm. Këtu do të përmendja pas i pjesëmarrjes i konsultimin, pra çfarë është i konsultimi? Do të thotë të përdorësh mjetet online për të kërkuar mendime dhe sugjerime nga njerëzit, siç mund të jenë dëgjuesit, kur krijohen politika të reja ose përmirësohen shërbimet publike. Pastaj kemi i vendimarrjen, ku qytetarët ndihmojnë drejt për drejt në krijimin e opsioneve të politikave ose kontribojnë në pjesë të shërbimeve vet. Të dyja përfshin një interakcion që është i dyanshëm, nuk është vetëm informimi, por edhe dëgjimi. Kjo është ndryshe nga informimi, që është një rrugë e njëanshme ku qeveria vetëm ndan lajmet pa kërkuar mendim. Interesante. Bashkimi Evropian ka krijuar disa platforma dhe mjete për të nxitur këtë lloj pjesëmarrje aktive online, duke bërë sa më të lehtë për njerëzit, veçanërisht për të rinjt, që angazhohen në vendime që ndikojnë në të ardhmen e tyre. Është më komplekse dhe me shumë aspekte nga sa mendoja. Kur dëgjoj pjesëmarrjen, imagjinoj të ndash një histori ose një reels në rrjetet sociale për të rritur vetëdijen mbi një çështje që të intereson, apo të drejtoj një fushatë digjitale në një faqe interneti për mbledhjen e nënshkrimeve. Ideja jote nuk është se e gabuar, sepse normalisht ekziston dhe kjo formë, ama gjithashtu mund të jetë një fushatë për të mbledhur vullnetare për një kauzë specifike përmes një eventi në Facebook, për shembull, një faqe crowdsourcing ose edhe një video në TikTok. Megjithatë, duhet të mbajmë mend se ka edhe disa avantazhe kur flasim për kanalizimin e aktivizimit përmes rrjeteve sociale, sepse patjetër që kjo mënyrë mund të sjellë një audiencë më të gjerë dhe të ngrijë zërin e njerëzve më të pak përfaqësuar, po gjithashtu mund të përdoret edhe në mënyrë negative për përhapjen e dezinformatave dhe helmimin e dialogut publik. Tani veprime mund të jenë nga provokatorë online krejt të rastësishëm, ose madje mund të jetë dhe një operacion i koordinuar, sepse disa aktorë, më vjen keq ta them, por interesohen më shumë për fragmentimin sesa për mirëkuptim dhe bashkëpunim. Po, e kam përjetuar vetë në disa kanale të podcastit dhe profilet e mia personale, veçanërisht kur shpreh opinionin mbi një çështje polarizuese. Nuk e di nëse provokatorët kishin një agjendë ose thjesht donin të më provokonin.
Çfarë do qoftë, nuk mund të jesh kurrë tepër i kujdesshëm kur drejton një fushat në rrjete. Kjo na çon tek alternativat për pjesëmarrje. Përmendë që BE-ja ka mjete për këtë. Po, a e nje hubin Have Your Say? Kam dëgjuar se mund të mbështesësh iniciativat e qytetarëve europian me disa klikime, por ende nuk e kam zbuluar se si funksionon. Një mik e afërt më dërgoi linkun për një iniciativë të rëndësishme që lidhet me diçka për të cilën më intereson shumë, etiketimi i saktë i ushqimeve. Atëherë ke një arsye perfekte për ta vizituar faqen. Nëse iniciativës që mbështetin mblidhen 1 milion shkrimë nga qytetarët e së paktu 7 vendeve të BE-s, ajo do të konsiderohet si bazë potenciale për legjislacion të ri nga Komisioni. Tingëllon fantastike, po ka iniciativa që kanë plotësuar të gjitha këto kritere dhe kanë marrë një përgjigje nga Komisioni? Sigurisht mund të shikosh lehtësisht me filtrat në faqen Find Initiative dhe të mësosh më shumë për qëllimet e tyre. Disa kolegë entuziastë dhe shumë të mirë po prodhojnë një podcast të veçantë të quajtur Citizen Central dhe një nga episodet e fundit tregon shembuj të iniciativave të suksesshme. Do ta sugjeroj që ta dëgjosh kur të kesh kohë. Do ta bëj patjetër, po nëse dua të nis një iniciativë, le të them se kam një ide që hyn në kompetencat e Komisionit Evropian dhe kemi formuar një grup prej 7 organizatorësh të një mendje nga 7 vende të ndryshme. Madje kemi krijuar një entitet ligjor për të menaxhuar procesin. Si mbledhim nënshkrimet? Mirë, e kuptoj, ti krijon një EU login account, nëse nuk e ke tashmë, dhe më pas regjistrohesh si organizator, të cilin do ta përdorësh për të dorëzuar iniciativën, duke pastaj do ndjekësh procesin e mbledhjes së nënshkrimeve dhe do shtosh informacion mbi mbështetje financiare, shtesë dhe do bësh përgjithësime që mund të kontribojnë në suksesin e iniciativës. Para se ta nisësh iniciativën, unë të sugjeroj që të vizitosh forumin, sepse është si një thesar plot me këshilla profesionale, praktika të mira dhe udhëzime mjaft të vlefshme. Tingëllon shumë e dobishme. Do të vendos linkun e forumit këtu te podcasti, por do ta përfshi dhe në përshkrimin e tij për ata dëgjues që parashikojnë të nisin një iniciativë qytetare. Kjo është një ide e shkëlqyer, Alex. Unë shpresoj që ne të inspirojmë njerëz të ngrenë zërin pak ose shumë, varësisht nga çështja, dhe nuk duhet të kufizohen vetëm tek iniciativat. Ndonjëherë politikat e duhura janë aty dhe vetëm duhet pak përmirësim për të qenë në interesin më të mirë të gjithëve. Këtu hyn në lojë për shembull portali Public Consultations and Feedback. A është pjesë e hubit Have You Say apo gjendet offline? Jo, është totalisht online, është një seksion i veçantë i Have Your Say, që lejon qytetarët dhe aktorë të tjerë si organizata profesionale, OJF, kompani dhe më shumë të ndajnë opinionet e tyre mbi ligjet dhe politikat e BE-s gjatë përgatitjes dhe implementimit. Të gjitha kontributet merret parasysh në këto procese vendimmarrëse. Shembuj të konsultimeve publike me ndikim janë ato për shembull si zhvillimi i sistemeve të integruara për mbrojtjen e fëmijëve dhe të drejtat të viktimave të krimeve. Dhe portali është shumë i lehtë për t'u arritur. Më mori pak sekonda që ta gjej, unë po e shoh nga telefoni. Njerëzit mund të thonë madje se çfarë mendojnë për dizajnin e buxhetit afatgjat të BE-s. Po, totalisht, është një prioritet i madh që përfiton nga inputi i të gjithëve. Legjislacioni i rëndësishëm si akti për sigurinë kibernetike dhe dekarbonizimi industrial janë gjithashtu të vendosura për konsultim publik. Kështu që këshilla ime është ta vizitosh portalin rregullisht dhe ta bësh zërin tënd të dëgjohet. Vura re që duhet të kesh një EU login account për të dhënë opinionin. Ky është ai përmes cilat ti dorëzon iniciativat apo jo? Po është EU login account që përmenda edhe pak më parë, po ndërkohë mund të regjistrohesh edhe me ID-n tënde të Google-it ose Facebook-ut, që e bën regjistrimin akoma më të lehtë. Pasi hyn në portal, thjesht ndjek hapat në faqen e politikës dhe rregullat për feedback. Unë do të sugjeroja edhe dëgjuesit tanë që mos të postojnë asnjë gjë fyese ose gjuhën e urrëties apo spam apo gjëra të palishme ose gjëra që janë jashtë teme. Mendoj se audienca jonë nuk do të ketë problem ta bëj këtë. Ka ndonjë burim tjetër ose platformë që mund të përdorësh me llogarinë tënde të BE-s? Ka shumë, po për këtë bisedë dua të theksoj një veçori të bukur. Mund të mbështesësh ose komentosh përfundimet kryesore të bisedave midis të rinjve dhe komisionerëve të BE-s mbi çështje të mëdha si mbrojtja, shëndetësia, banimi, klima për shembull.
Madje mund të përgjigjesh edhe te komentet e të tjerëve dhe kjo mund të çojë debate tepër interesante domethënë. Vërtet, intriguese. Po, këto përfundime quhen contributions dhe kjo ndodhet në seksionin Youth Policy Dialogues të platformës për angazhimin e qytetarëve dhe këto i gjen direkt në faqen kryesore të Hubit Have Your Say. Dhe sinqerisht Alex, duke e marrë parasysh moshën mesatare të audiencës tënde, shumë njerëz që po ta gjojnë tani do ta gjejnë këtë mënyrë shumë të lehtë dhe relevante për t'u përfshirë. Sigurisht, dhënia e ideve mbi politika dhe kontributet në debatet gjithë europiane është e bukur. Më pëlqen fakti që këto mundësi janë aty për ne dhe qytetarët tanë. Po nëse thjesht nuk je dakord me diçka dhe dëshiron të ankohesh. Mirë, nëse nuk jeni të kënaqur me mënyrën për shembull se një institucion apo organ administrativ i bashkimit interpreton ligjin ose kryen detyrën e tij, mund të dorëzoni një ankesë të avokatit evropian për keq administrim. Keq administrimi si term mund të shtrihet nga diskriminimi dhe keq përdorimi i pushtetit në menaxhimin e fondeve dhe të shkeljet publike të drejtave të njerëzit, mospërgjigje ose refuzimi për të dhënë çastje në informacion publik. Sugjeroj që para se të dorëzoni diçka, të kontrolloni listën e gjërave që janë të kualifikueshme në faqen e avokatit. Dhe aty dorëzohet ankesa? Po, seksioni është pjesë e menus kryesore dhe nuk është se mund ta humbasësh, është literalisht shumë e lehtë për ta gjetur. Vetëm duhet një email për të krijuar llogarinë dhe pjesa tjetër është thjesht procedurë. Njëta gjë vlen edhe për peticionet në Parlamentin Evropian, mund ta bësh online përmes një portali shumë funksional që të jep informacion për çdo hap të procesit. A mund të bëj peticione për ndotjen e ajrit dhe etiketimin e gabuar të ushqimeve? Absolutisht, të dy janë ankesa të vlefshme pasi përfshihen në fushat e veprimtarisë së BE-s. E para është çështje mesdisore, ndërsa e dyta lidhet me sigurinë e konsumatorit. Pasi të dorëzoni peticionet, mund ta ndani lajmin me ndjekësit tuaj në rrjetet sociale dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë për të promovuar të gjitha veprimet që ne bëjmë në platformat e pjesëmarrjes. Mirë, dhe si funksionon në mënyrë praktike? Okej, po e thjeshtëzoj pak. Atëherë, për shembull, sapo ke mbështetur një iniciativë të qytetarëve evropian, e bën screenshot këtë dhe e vendos në Instagram Story. Për shembull, ke dhënë përpjekje për një konsultim publik, ti mund të regjistrosh një video dhe ta postosh në TikTok. Jo vetëm që kjo do të rrisi vetdijen për një kauz që ty të intereson, por gjithashtu do të inkurajosh të tjerët ta mbështesin duke u treguar se sa e lehtë është kjo procedurë. Ka shumë të vërtet në këtë. Njerëzit shpesh ndihen të intimiduar nga shpjegimet e gjata dhe e kuptojmë gabim kompleksitetin e këtyre mjeteve. Nëse do të shihnin gjithë procesin si një video 20 sekondëshe, do të ishin më të gatshëm të vepronin dhe të përdorin në mënyrë maksimale Hubin Have You Say. Përfshihem edhe vetë, sepse kam dëgjuar për funksionalitetet e ndryshme të hapit, por vetëm gjatë bisedës tonë sot mësova si ta përdor në mënyrë efektive. Faleminderit shumë për këtë Cindy. Faleminderit Alex, unë jam shumë e lumtur që ne patëm mundësinë të diskutojmë një gamë të gjerë të formave të pjesëmarrjes, edhe mendoj që padyshim disa prej tyre do të formsojnë të ardhmen e qeverisjes demokratike. Nuk kam dyshim për këtë, do të ishte e mrekullueshme të bënim një episod tjetër. Patjetër, unë jam super gati. Faleminderit përsëri, realisht ka qenë kënaqësi. Mirupafshim Cindy. Wow, ky ishte një episod i veçantë. Faleminderit që dëgjuat podcastin Shine. Mos e humbisni episodin e ardhshëm që do të jetë mbi barazinë gjinore. Shihemi së shpejti.